shëndetshme, Elona na pret, faleminderit që je me ne, je pozicionuar dhe shoh që je gati për të nisur me meditimin, besoj? Me meditimin, mirë se ju gjeta. Faleminderit, është kënaqësi që je sot me ne vërtet. Do ta nisim me një meditim. Sot e kemi temën meditimi dhe si ndikon ai në ndryshimin e gjendjes emocionale. Dhe do të bëjmë një meditim të thjeshtë për përzgjimin e shqisave. Ky meditim rekomandohet më shumë në mëngjes, Iva, për të marrë atë impulsin, atë energjinë e duhur, edhe kur ne nuk jemi edhe ngrihemi me një humor jo të mirë. Kështu që ne do të mundohemi ta bëjmë sa më të thellë dhe ti përshtatemi, sepse në fakt meditimi Djej edhe një aromë shumë të mirë në studio tani. Kjo është marrë nga Isha Yoga Center edhe është bio, është natyrale, e bërë me ingredient natural, po. Një aromatizues i tillë? Nevojitet për të, nuk e di si thuhet fjala në shqip, enhance ose për ta thelluar më tepër atë gjendjen meditative, njëkohësisht edhe për të zbehur ndonjë aromë e cila mund të jetë jo e këndshme në ambientin ku ne po meditojmë. Më thënë pak a shumë kjo është ideja e Incensit. A mundet meditimi që të na largoj stresin, të na largoj anktin, edhe cilat do të ishin disa prej atyre këshillave apo teknikave që ti do të sugjeroje, në mënyrë të tillë që gjithsesi prej nesh në situata mbase disi më të tensionuara, të ketë mundësi që të përgatitet, jetë i përgatitur edhe t'i aplikojë. Meditimi, një pyetje shumë e bukur, Iva, meditimi është çelësi për të njohur vetveten. Dhe në momentin që ne njohim vetveten, njohim edhe gjendjen tonë emocionale, njohim mendjen tonë, mendimet dhe dim si të reagojmë ndaj tyre. Do me thënë që ne të mos reagojmë në mënyrë impulsive, sepse ka shumë raste dhe në më të shumtën e rasteve kur dikush, pra një faktor i jashtëm që mund të jetë një zënk, edhe midis kolegësh, edhe në familjet tona, pra kudo, një faktor i jashtëm bëhet si të thuash shkak që ty të shkaktoj një mërzi të brendshme. Dhe ç'bën? Ti e merr atë mendim. Kjo na ndodh për ditë në çdo moment, edhe tani mund të ndodhi. Dikush të thotë ty diçka dhe ti nuk e ke në dorë atë pastaj gjendjen tënde. Dhe ti reagon menjëherë në mënyrë impulsive. Po ç'bën? Si shkon ajo? Shkon zinxhir. Një faktor i jashtëm shkakton një mendim të caktuar, i cili mund të jetë negativ në këtë rast. Ky negativ shkakton një emocion të caktuar dhe ky emocion pastaj shkarkohet në formën e ndjesive në organizmin tonë dhe duke na prerë fuqitë tona. Dhe po të bësh një provë, nëse i mbyll syt dhe ti mendon thjesht një zënk ose një gjë që ty të ka shkaktuar pa kënaqësi, ti nuk je në gjendje as të ngresh duart e tua. Okej? Ti mund ta provosh në shtëpi ose kudo. Ta provojmë edhe këtu mund ta provosh. Mund të mbyllësh syt dhe imagjino një situatë jo të këndshme që të ka ndodhur. Mund ta provojmë. Sa kemi Elona situata të pakëndshme, po njërën ta zgjedhim. Zgjidh njërën që ty të ka shqetësuar dhe provo më pas, domethënë se dhe duhet ta përjetosh menjëherë dhe provo më pas të ngresh duart. Anash. Dhe ti nuk je në gjendje ti ngresh ato, sepse është gjendja emocionale e tillë e cila shkarkohet në organizëm. Dhe kundërta ndodh kur ti je në gjendje emocionale shumë të mirë. Ti fluturon dhe kemi vënë re këtë. Kështu që reflektohet ajo në trupin tonë. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne ti menaxhojmë apo ti nuk pëlqen kjo fjala menaxhim, por ti kontrollojmë mendimet tona. Do të thënë që dikush është i nxehur, ne të kuptojmë që ai nuk e ka me ne, por e ka me veten e tij. Kush e di që ka ndodhur, çdo njeriu, secili nga ne ka problemet e veta. Është e vërtetë që ndonjëherë nuk e ka me ty. Ne nuk arrim të kontrollojmë ndjesitë apo impulset tona momentale, edhe mund të themi diçka mund të themi në mënyrë të pakontrolluar, dhe ti më pas pendohesh. A mundet që në këtë mënyrë ne të kontrollojmë fjalën, të kontrollojmë mendimin, të kontrollojmë ndoshta edhe impulsin përmes meditimit? Po, të gjitha këto që the janë shumë të vërteta, sepse meditimi është çelësi për të njohur vetveten. Dhe në momentin që ti njeh vetveten, ti arrin të kontrollosh të gjithë këtë. Pra ti nuk i përgjigjesh tjetrit me të njëjtën frekuencë, por ti bën një hap brapa, qetësohesh, e mendon më mirë atë
Dhe pastaj, je shumë okej, je edhe me veten, sepse momentin që ti përgjigjesh me të njëjtën frekuencë atij njeriu, tek vetja fillon në fakt, sepse kur ti je mirë me veten, kur ti ndihesh mirë me veten, më pas edhe refleksioni i tillë është edhe tek të tjerë, tek biseduesi. Mirë, ne tani zëre si jemi në një klasë të meditimit, edhe do të cilin disa teknika se si të arrijmë të kontrollojmë impulset edhe emocionet tona. Dhe gjithashtu të kemi një shtensionim të ankthit edhe të stresit. Edhe të mendimeve. Ne do ta fillojmë thjesht vetëm pak me mudra. Në meditim do të qëndrojmë, një meditim i shkurtër do të qëndrojmë në këtë pozicion. Ku duar që quhet Gjana Mudra, është mudra e njohjes, e diturisë. Okej? Ne duhet jemi sa më afër tokës në fakt në momentin që meditojmë dhe ideale është të qëndrojmë ulur kështu në këtë pozicion. Sepse kjo na mundëson që mendimet tona të jenë të pushojnë, pra të ulen. Mos t'jenë overload gjatë gjithë kohës, apo në punë gjatë gjithë kohës. Kupton se mendimet ashtu atë punë kanë mendimet, që të na pengojnë që ne të shohim më qartë. Pra, se që jemi, pra ne nuk jemi as trupi dhe as mendja, por ne jemi diçka më e madhe, pra jemi një vetdije më e madhe e zgjeruar. Dhe duke bërë meditim, ne arrim të ulim mendimet tona dhe mendja kthjellohet për të parë më qartë, për ta parë të gjithë këtë që po ndodh. Atëherë, si duhet të veprojmë? Kjo quhet Gjana Mudra, është një pozicion i jogës. Ky gishti tregues, index finger, tregon individual self, që është vetvetja individuale, ndërsa gishti i madh tregon vetëdijen universale, duke u bashkuar dy majet e këtyre gishtave, dhe këto të treja qëndrojnë të bashkuara, të lirshme, ne që bëjmë, ne si të thuash kjo ndikon në bashkimin ton, si një qënje, pra me të gjithë universin. Pse dhe gishtat kanë të bëjnë mënyra se si bashkohen, të regojnë një lloj të meditimit, apo të aplikimit të një terapie? Po, këto të dyja ndikojnë shumë. Të relaksojnë, qartësojnë mendjen dhe bëjnë meditimin edhe më të thellë. Po, gishti tregues dhe gishti i madh. Trupi duhet të jetë drejt. Do të heqim syzet nëse kemi, shumë rëndësishme. Edhe do të pozicionohemi ngadalë, pra dy gishtat indeks dhe gishti i madh bashkohen, të tre gishtat e tjerë qëndrojnë të bashkuar pa hapësirë midis tyre dhe do të mbyllim syt ngadalë, i mbyllim syt. Mirë është që të mos kemi shumë ndryshim, por do mundohemi. Edhe do të fillojmë me frymarrjet të thella. Do të bëjmë 2-3 frymarrje, merr frymë dhe fryje barkun plotësisht dhe nxirre frymën ngadalë, nga goja, duke u çliruar plotësisht në pozë. Edhe 2 frymarrje të tjera, marr frymë thellë. Edhe nxjerrim atë ngadalë, çlirohem edhe më shumë në pozë me çdo frymëzjerje. Frymarrja e fundit, marrim frymë. Ulni supet poshtë. Shironi pak nofullat nëse i ke të shtrënguara dhe rrëzoj faqet anash. Dhe tani ngadalë, çoje vëmendjen në fillim tek zhurmat që vinë jashtë kësaj dhome. Edhe mundohu të vëzhgosh ndonjë zhurmë që ta kap veshi, të vjen si një tingull pranë veshin tënd. Çfarë do lloj zhurme qoftë ajo? Nga jashtë. Tani ngadalë e kthejmë vëmendjen shumë ngadalë drejt dhomës, këtu ku po qëndrojmë ulur në ambientin e brendshëm. Dhe fillo të vëzhgosh dhe të dëgjosh vetëm zhurmat që vinë nga brenda dhomës. Shpina është drejt dhe koka është pak e anuar lart në mënyrë që fokusi të bjerë midis vetullave.
çfarë do lloj zhurme? Qoftë kjo zhurma e kondicionerit, apo ndonjë lëvizje, qoftë ky edhe zëri im. Thjesht bëhu e vëmendshme ndaj këtyre tingujve. Tani ngadalë ktheje vëmendjen tek mendimet e tua dhe përpiqu të vëzhgosh në mendjen tënde, por pa i ndaluar, pa i sforcuar, pa i gjykuar ato. Thjesht lëri të shkojnë dhe të vinë si një re, ashtu imagjinoje. Ose si ekrani një filmi, mendimet e tua shkojnë dhe vinë. Ti thjesht vëzhgoje ato, i dëshmitar i këtyre mendimeve. Qëndro për pak qaste. Mos u përpiq t'i ndalësh, thjesht vëzhgoj. Dhe tani shumë ngadalë, ktheje vëmendjen tek frymëmarrja dhe tek frymënxjerrja. Merr frymë dhe ndiqe rrugën që bën frymëmarrja nga flegrat e hundes, fyti, zbret poshtë në mushkri, edhe fryet barkë. Më pas ajri del, ngjitet sipër në mushkri, kalon në fyt dhe del nga flegrat e hundes. Thjesht vëzhgoje frymarrjen tënde. Është shumë e rëndësishme që të bëhemi të vetëdijshëm për të gjatë ditës, apo e bëjmë të rregullt, apo jo. Shliroj supet, shliroj krahët, mos i mbaj të ngurta. Thjesht je relaksuar në trupin tënd, në mendjen tënde. Dhe tani ngadalë, pasi jemi qetësuar, frymëmarrja, imagjinojmë sikur zhvendosemi në një qoshe të dhomës dhe ulemi aty. Ulu në një qoshe të dhomës dhe fillo të vëzhgosh vetëm pjesën e pasme të trupit si një siluet. Me çdo gjymtyr që unë do të përmend, ti do ta relaksosh atë edhe më shumë. Vazhdoni me pjesa e pasme e kokës, relaksoje atë. Zbrit poshtë tek qafa dhe relaksoje plotësisht. Të dy supet, supi i djathtë, supi i majt, i relaksuar. Të dy krahët, para krahët, bëryllat, pjesa e poshtme që prek kofshët tuaja ose trupin tuaj, kurizi i pëllëmbëve të duarve, shihni ndjesin, bëni të vëmendshëm për ndjesin që prek kurizi i pëllëmbës mbi gjuhë. Vazhdoni me shtyllën kurizore, shpinën, pjesa e pasme, ijet, vithet, shiroj plotësisht, ngadalë, thellë. Zbrisni tek kofshët, pjesa e poshtme, pulpat, kurizi i këmbëve, vishtërinjt, pjesa që prekin, që është në kontakt me tapetin apo me kariken ku jeni ulur.
Qëndro për disa qaste me këtë ndjesi dhe vëzhgo trupin tënd nga ajo distancë ku je ulur. Vëzhgo siluetën tënde nga pas. Përmarrja është e lehtë, e thellë tani, dhe ka filluar të lehtësohet. Mendimet ngadalë kanë filluar të ulen, të qetësohen. Dhe kur të jemi gati, bëjmë një fërmarrje të thellë. Dhe nxjerrim atë nga goja, edhe një fërmarrje tjetër, marrë. Dhe ngadalë, kur t'jesh gati, hapim sytë. Elona, unë e lash për gjysmë në fakt dhe nuk doja të ndiqja deri në fund, sepse që në minutat e para kuptova që trupi dhe mendja fitoj një lloj relaksi, një lloj qetësie dhe sigurisht që kam për të vijuar programin. Besoj më mirë kupton, por nuk e di Rimelda me Shegushen, edhe ato më na ndiqnin me shumë vëmendje. Edhe e ktheva kokën për një moment, thash, po ishin duke të parë. Më vjen mirë. Ishin duke të parë. Besoj që është një lidhje shumë e mirë, e thash edhe pak më parë në nisje të kësaj bisede, midis trupit, midis pra për mirëmbajtjen e trupit edhe të fizikut, por gjithashtu edhe të mendjes, sepse duket ndonjëherë sikur meditimi apo ndoshta edhe yoga nuk ndihmojnë më shumë në aspektin psikologjik sesa në atë fizik. Shiko, yoga do të thot bashkim. Që do të thot, i përfshin të gjitha rafshet, përfshin mendjen, trupin edhe shpirtin. Edhe shpirtin tënë. Kështu që është një bashkim dhe ajo duhet shfrytëzuar. Pra, nuk duhet shfrytëzuar vetëm sepse sot është kjo moda fashion që ka tani që e shfrytëzojmë vetëm për të mbajtur trupin. Okej, ajo është një pasojë e jogës, por ne e bëjmë që ne të kthehemi nga jashtë brenda. E qartë, mirë. Elona, do të shkëputemi për disa momente publicitete dhe do të rikthehemi sërish në studio.